formu një komision ad hoc është që më dhanë një tentim për me ushmang për i përgjithësisë ndaj këtij rasti, sepse është krejt e panevojshme me formu një komision të tillë, sepse kemi një situatë ku është dëmtuar një shtrat, një dyshek është i papastër, një tualet nuk funksionon dhe nuk ka sapun. Çfarë komisioni nevojitet për me konstatu këtë gjendje? Cilat rrethana duhet të analizohen për me marrë masa ndaj kësaj gjendje, për me përmirësu këtë gjendje. Pra është krejt e panevojshme, e rëndësishme do të ishte që të merren masa ndaj zyrtarëve, përgjegjës të cilët nuk ju kanë përgjigjë thirrjeve të klinikës për të përmirësu krejt ato pajisje të dëmtuara, sepse klinika e ka thënë edhe vetë drejtoresha e klinikës i ka denoncuar, si i ka raportuar me kohë krejt ato shtretër, ato dëmtime që kanë nevojë për me u riparu. Dhe qendra klinike e ka një sektor të shërbimeve teknike ku ka të konsum zyrtar, profile të ndryshme të mjeshtërve, teknikëve, që duhet të kujdesen për riparime dhe me mbajtje të ndryshme në hapësirat e qendrës klinike universitare të Kosovës. Dhe këto është problemi, pse nuk janë ndërmarrë masa me kohë, kush janë ata shefa të cilët nuk i janë përgjigj kompetencave dhe përgjegjësive të tyre. Shumë janë përgjigjë ndoshta presionit ndaj një nëne e cila ka vendosur të publikoj pamje të tilla.